Është një art i shprehur përmes ngjyrave dhe fijeve që i bën të veçanta punimet dhe ndryshe prej njëra tjetrës. Ka stil dhe elegancë, ka shprehje një statusi social dhe brenda këtyre historive, gratë artizane shqiptare kanë shpalosur talentin e tyre. E tillë erdhi ekspozita Arti i Fijes në Jelek, Elegancë Shëmaxheps, organizuar nga Muzeu Historik i Shkodrës me fondin e Jelekëve që ky muze ka. Ekspozita synon të rikthej vëmendjen tek mjeshtëria e Jelekëve të punuar me dorë, ku çdo çepje mbart një histori personale, një emocion të fshehur, një kujtim i cili ka udhëtuar ndër breza. Tradita është një nga vlerat kryesore që Shkodra, qyteti ynë, njerëzit i kanë transmetuar ndër vite. Dhe pikërisht këto Jelek janë pjesë e kësaj tradite. Është artizanat, është një shpirt i vendosur në çdo fije të enën në Jelek. Jelekt janë në fond muzeor, të cilët janë dhuruar nga njerëz, janë dhuruar nga shkolla për gjatë viteve, bëhet fjalë që nga rreth viteve 1950 e këtej, Jelekët janë tashmë pjesë e fondit muzeor si fakt i dhurimit nga individ të ndryshëm të qytetit të Shkodrës. Hapësira gjeografike këtyre Jelekëve që janë dhuruar është e gjanë, nuk kemi vetëm nga Shkodra, kemi edhe disa nga qytetet e tjera, një fakt i cili është tregues i marrëdhënieve martësore që Shkodra ka patur përtej qytetit të saj, pra me rajonet e tjera. Gjithashtu këto Jelek që ekspozohen sot janë një tregues i një statusi social dhe ekonomik të familjarëve, të njerëzve që i kanë patur, sepse në bazë të Jelekëve xhamadanëve që njerëzit kanë patur vesh, pra qoftë gratë, qoftë burrat apo vajzat, i ke dalluar nga cila krahin vinë, janë dalluar çfarë statusi ekonomik kanë, janë dalluar nëse janë beqar, janë të martuar, pra janë elementë që flasin. Këto Jelek janë të gjithë origjinal, veçantia e tyre qëndron në shumëllojshmërinë. Shumëllojshmërinë nga pikpamja kohore, më i vjetri i tyre është i viteve 1700, më i vonshmi është i 50 vjetëve më përpara, edhe nga ana e hapësinës që përfaqësojnë, pra kena edhe nga Erseka, kena edhe nga Gjakova, por shumica më tepër se gjysa janë të Shkodrës. Edhe nga pikpamja tjetër edhe mënyra se si ato janë kriju, disa i përkasin shtresave të pasuna, disa ju përkasin shtresave më pak të pasuna, janë të dekoruar me tertil, disa të tjera. Pra ka një shumëllojshmëri, megjithëse numri i tyre nuk ka shumë i madh, janë vetëm 38, por nuk ka përsëritje, nuk ka dy njësoj. Përmes ngjyrave, motiveve dhe teknikave, ekspozita shpalos finesën dhe kreativitetin e grave artizane, duke e kthyer tekstilin në një rrëfim të gjallë kulturor dhe një mesazh të fortë edhe për ditët që jetojmë. Kohët kalojnë, moda avancon, por historia mbetet.